se vjen në mendjen time ku nada flet po s'ka gjumë në sy në mes të kaosit dhe dritës urbane podcast ndizet si lam në balkon të rësirës një kot ide, një shishe realitet një fjali që të bën të qesh shtet të pyesësh pse ju këtu s'ka filtra, s'ka maska, s'ka poz vetëm ritëm mendim dhe humor që shpërten si doz nga rrugët e Tiranës në ëndrat e New Yorku prej filozofistë marrëzia e jetës Castro Pietrangton bën shaka vendes dhe në fund të lëtë mendosh në buzëqeshje nga rrugët e Tiranës në ëndrat e New Yorku prej filozofistë marrëzia e jetës Castro Pietrangton bën shaka vendes dhe në fund të lëtë mendosh në buzëqeshje Tiranës në ëndrat e New Yorku prej filozofistë marrëzia e jetës Castro Pietrangton bën shaka vendes dhe në fund të lëtë mendosh në buzëqeshje nga rrugët e Tiranës në ëndrat e New Yorku prej filozofistë marrëzia e jetës Castro Pietrangton bën shaka vendes dhe në fund të lëtë mendosh në buzëqeshje Mirë mbrëma, unë jam Castro Zizo dhe ky është Podcastro. Të paktën kështu kemi rënë dakord për momentin. E vërteta është i vetmi mall që secili prej nesh e shet edhe e blen. Nëse mund bëni diçka, është vetëm një. Mos i besoni asgjëje dhe askujt, përveç meje dhe çdo gjëje që do të thuhet në këtë studio. Unë jam Klevis Bega dhe ky është Podcastro nga Castro Zizo. Mendoj që diçka mësuat nga ai monolog. Ndoshta si ishte në interpretimin tim më të madh, më të mirë, momentin tim. Jo, shumë i bukur, po episodonim edhe çfarë, ishte monolog. Ashtu ë. Monolog, tamam monolog. Gero, përshëndetje. Pra, ti themi gjithë mirë mbrëma me një herë, për jemi në Podcastro, sa do të thosha në podcast. Po pra, jeni në podcastin më të ri në Republikën e Shqipërisë. E them më të riun sepse tani që jam duke folur me shumë mundësi ndo dikush nga Puka, nga Lusha është duke bërë një podcast vetin. Të gjithë janë bërë podcastera. Unë mblodha këto, unë mblodh stafi, unë mblodh Vision Plus e tha gjotha, ne do ndrojmë terminologjinë e fjalës podcast duke bërë Podcastro. Dhe këtu në sfond kemi duart rokiti artificiale të pafundme. E ngjoni? Po. Dhe sot kam nderin të kem të ftuar Big Bastën aka Gerin. Gero, unë do të traz gjithmonë Big Basta. Pëlqeu kjo si nisa? Shumë e bukur ishte. Mirë se erdhe mi mbrëma. Mirë se gjeta. Kemi siguruar një gotë ujë nga Çesma, është linja më e re, është brendi më i ri Çesma. Që ka si e lagur si. E ka atë, a ka pasuri bakterial gjatë në gjithë gotën tënde. Wow. A do të kesh probleme para se të flesh gjumë sonte? Asnjëherë. E vën dyshim. Geri producent, reper, sociolog, s'pëlqen rast edhe sociolog. Edhe sociolog, pse jo? Po nëpërmjet rapit i ke bërë sociologji. Duke parë vështruar dhe pastaj shkruar dhe pastaj dhënë. Duke zhguar masat edhe duke dalë në Të njëjtë gjë, nuk mendoj se jeni shumë larg, bën edhe miku im i mirë, David Kodheli, regjisor Rishtazi, vitet e fundit, do të thoja. 4-5 vite. Je si punë Chaplinit. Je edhe si punë Chaplinit edhe ti domethënë, që ty të ka bën nona artist edhe jo shkolla. Shembull mund gjejmë plot. Po një gjeta shumë mirë, a gjej një shembull tjetër, pra me që do gjejmë plot. Hajde, unë gjeta një gjej tjetër lutem. Se di, veten time. Ja, shef pra, fletë ti si shqiptar, di shumë mund gjej plot, po më gjej një.
Dia të punoj makinës ti. Sa të duash më. Po, Denis për Villeneuve për shembull. Urdhë. Është një nga regjisorët më të mëdhenj tash, mas Christopher Nolan, po themi. Po. Ka bërë Dune-in, Dune 1, Dune 2. Po. Filluar mbas të 30-tave, bëri Po. një pauzë, bëri një film, tha nuk jam për këtë punë, u rikthye 42 vjeç dhe tash i vazhdon me suksese. Po njësoj jemi neve, edhe ne kemi bërë pauzë e jemi rikthy pra pasaj edhe në muzikë. E qartë, po ne në një mënyrë ose i tjetër ne kemi nisur me muzikën. Okay. Ndërsa Davidi e ka nisë në tjera gjëra. Do ta themi çfarë e ka nisur. Me punë normale, me shkollë, me arkitekturë, me Davidi ka qenë për një zyre. periudhë të gjatë, është marrë me bonifikimet e liçenit Bovillës një periudhë. Ja, absolutisht, vetëm Pra private. informacioni ka bërë. Interier, vetëm me interiere, gjëra komplet plotësisht të parëndësishme në zhvillimin kështu arkitekturor. Pse nuk i jep rëndësi? Unë si ke për, se është gati sikur të shkelësh vetën tënde njeriu. Pse të thush kot, domethënë është e vështirë për një arkitekt. Në shkollë ti studion që do bësh ndërtesa të mëdha, spitale, universitete, hotele. Ndërroje Do ndryshosh komplet imazhin e një qyteti duke i dhënë shpirtin tënd me i godin. Por në fund të ditës pastaj përfundon duke bërë restaurime, apartamentesh, karburante është mirë. A gjen karburante është dek madh, kapësh një projekt kështu? Kamarier s'ka punu, s'ke punu një kamarier. Jo, po themi punë të ngjashme gjatë adoleshencës. Gjatë adoleshencës. Shuna, unë jo më kot ju kam thirrur sonte. Sot kemi ardhur për të zgjidhur ndoshta një ndër kleçkat e Bashkimit Kombëtar. Po Davidi që do të është shumë serioze që i përgatitur në fakt për çdo lloj tematike. Geri, çfarë mendon për realitetin ton artistik shqip folës? E parë si producent, e parë si rapper, e parë si gjithmonë aspektin e Bashkimit Kombëtar apo thjesht e kalojmë atë. Piçi humori pa. Se nga që ma theu në vesha bluzën e Prishtinës me thënë drejtën. Jo, ti shumë mirë ke bërë, se ti përfaqëson si më thënë gjysmën e gjenetikës zemrës tënde dhe të djalit tënd atë shpirtin. Por çfarë, unë mendoj që sot e kësaj dite arti, muzika është nga ana e produksionit është shumë mirë dhe shumë lart. Pra muzika. Çdo të thosh nga ana e produksioneve. Që po prodhohet shumë. Po prodhohet, videot janë shumë më mirë se ç'kan qenë përpara tani drejtën e Zotit. Jemi shumë mirë në lidhje me çfarë? Kualiteti lidhje me kohën. Po flas për në lidhje me kohën. Është shumë më mirë. Teknikisht, ta sqarojmë të teknikisht. Ndërsa videot janë më të mira. Por nga krau tjetër, duhet të themi edhe realitetin si që një artist i ri e ka shumë të vështirë që të hyjë në atë tregun e afirmuar, pra le të themi që të shkojë të bashkëpunojë me producent mirë të muzikës edhe të videoklipit. Ne kufizohemi shumë nga ana ballkanike, po themi, si muzikë fatkeqësisht. Dhe kemi këtë që do të thotë të sy me cilin na shohim. Kufizuar në çfarë kuptimi? Brenda Ballkanit, nuk e kemi. Rrotullohemi dhe tingujt ato që prodhojnë rreth muzikës ballkanike. Kurse kalojmë që të futemi në muzikën perëndimore, në muzikën amerikane ose në muzikën po çfarë do të thotë? Pse ti je ide si dikush këtu të imponoj veten muzikën, artin e vet si dikush që është në Amerikë? Arti këtë kohë të fundit po e bën publiku artin, nuk po e bën më artisti. Ky mendoj unë se është po e bën shit fare, më që po e bën. Çdo artist do t'i japi çfarë shet, si ta shes, sa do shes. Dhe çfarë do publiku do këtë dhe unë do bëj tash një këngë kështu siç do dhe që kërkon publiku. Pra nuk ka më do bëhem viral, do bëhem meme me zor, sepse nuk ka më një ide time në origjinale, një koncept i ri, sepse koncepti i ri gjithmonë keq kuptohet në fillim. Dhe gjithmonë ti si ja bën me punët me dyshje. Ke bërë kompromis me këtë të Unë kam zgjedhur që sjell diçka që buron nga unë personalisht dhe mos sjell diçka që më do e mos publiku po e kërkon. Po unë besoj se artisti duhet të sjellë diçka nga vetja vet, se po nuk solli diçka nga vetja vet, pastaj në fund ditës çfarë po bën? Pse po e bën? Nuk duhet të jetë diçka që do bëj lek, do jetoj mirë etj. Duhet të jetë një gjë që të buron dhe e bën për kënaqësinë tënde, për njerëzit që ti fundja edhe respekton. Pra mund të marrësh 10 komplimenta nga njerëz që marrin vesh nga muzika, ndërkohë që merr 1 milion views nga njerëz që po komplimenta të shtrenjtë më burse ajo puna jote është shumë e shtrenjtë, pra ti thua të hedhim 100-200.000 euro ne për të marrë 1000 falënderime. Duke lidhur me atë që tha Bipasa. E përpjestojmë shko shumë lekë ai falënderimi më burr. Pajtohem shumë për teknikalitetin dhe cilësinë muzikore që ka në prodhimet shqiptare tani, sepse ka avancuar goxha shumë. Kinemaja dhe prodhimet televizive fatkeqësisht këtu në Shqipëri janë gati të vdekura, megjithëse kemi një boom të madh prodhimtarie tani. Dhe janë të gjithë që e kanë shumicën e kohës për herë të parë.
duan ta provojnë t'i vënë çik ato këmbët tek uji i kinemas. Po kinemaja momentalisht po ka një krizë botërore të tmerrshme. Pra streaming service-at e kanë mbytur kineman. Ja kanë shpadur luftën që në 2012, 2013. Kineman si institucion social apo si prodhim? Si biznes, si sociale, si vend ku ti shkon me shokët e tu mblidhesh dhe shikon një film dhe rretohesh. Kineman si godin, si no, kinemaja si institucion. Të gjitha nga të dy anët, edhe nga ana sociale. Mendoj që është duke u prodhuar. Po pra, nga ana sociale po e shet ti, sepse nga ana e kontenti mendoj që kinema është prodhuar, është tjetër gjë nëse e shet televizor apo kinema. Momentalisht, muaj tetor, po është tjetër gjë ekrani argjend që është kinemaja, është tjetër diçka që bëhet për TV. Për shembull, seriali im Nietzsche ishte një prodhim për TV. Ishte një serial televiziv, nuk ka një cilësi kinemaje. Ndryshon edhe koha të cilën ti i dedikon një filmi me kohën që ti i dedikon një seriali nga ana e realizimit. Dhe ky muaj në gjithë botën, jo vetëm Shqipëri, ka qenë tetori më i keq në box office që nga 97. Pra që është muaj tetor dhe muaj tetor lakmohet nga të gjithë. Ty shqyrtori filmin shtator edhe nuk kapi kjo kriza. Kapi kështu, ishte në japën e 2 shtatorit, por një krizë domethënë globale ku gjithë nuk duan më të shkojnë në kinema dhe presin që ta shikojnë në shtëpi në kohën e tyre kur t'i bjerë atyre përmbar në video on demand duke qenë gabim. Ku është konspiracioni këtu? Se shoh që e kemi me problem këtu më. Nuk e kam me problem, thjesht për të faktuar, për të treguar që çfarë po ndodh në fund të ditës. Jo për të justifikuar. Janë shumë biznese që po dalin jashtë loje me zhvillimin teknologjik. Është media Big Basa në një krizë ekzistenciale, në një krizë kredibiliteti, në një krizë kreativiteti. Kjo vlen për të dy, po e nisim bashkë. Po, është. Sepse, siç po e thoshte Davidi, që ne nuk bëjmë dot produkte perëndimore sepse jemi shumë ballkanizuar. Unë këtë ballkanizimin për shembull në shoh si diçka ekzistenciale, neve nuk i shpëtojmë dot asaj. Pra, nëse ne do të arrijmë në atë pikë që ne do ta pranojmë si të mirë qenë atë dhe mos mundohemi të largohemi ballkanizimit, atëherë kam përshtypjen që mund të kemi një win-win situation. Pra ne të pranojmë se kush jemi. Po, është identiteti jo. Kemi identitet. Ta pranojmë dhe ta shesim. Ne gjithmonë se shkaku i komunizmit kemi pas syt nga Italia, se jo Sanremo, jo teatri dhe na pëlqete shumë më shumë produkti, do mjalti i teatrit na pëlqete më shumë se sa e joni. Është e drejtë kjo në fakt sepse un kam ne duhet ta pranojmë. Do mua deri dje më shqetësote kur e vete dikush dorën këtu kur ja nizja cigaren, okay? Pastaj kur fillova ta mendoj thash, "Po ne jemi nga të vetmit, në gjithë rrezullin toksor që e bëjmë këtë gjë. Pse mos jetë vlerë kjo?" Le të themi, po marr shembull kot, ëh. Vlerë është. Po pse mos jetë vlerë kjo, po pse të mendojmë për shembull, nga këto të vjetra. No, ne duhet të pajtohemi me faktin. Që ne, okay, syt nga perëndimi, por më përpara duhet të kemi syt nga vendi jon. Se ti niset nga Ballkani. Unë mendoj që Ballkani nuk është një stereotip që të quhesh Ballkanas. Sado që ne kemi shkrirë apo kemi dashur ose disa forca të errta ose pak gri kanë dashur që ne ta vendosim të gjithë në një emër që quhet Ballkan. Tash në të gjithë mos bëjmë historikun e dyndjeve slave pas shekullit 6-7 edhe në të gjithë larmin dhe ngjyrimin që ti ke pas në Ballkan deri në ato moment, po qoftë dhe me ardhin e tyre në asimilimin e madh që i bërin popullate të fortë ilirike deri në atë moment, u mendoj që sado që u tentua në varësi të pushtetit më të madh që kishte në një moment mbretëria serbe, pastaj bullgare apo kalimet që u bën në të gjithë territorin tonë ballkanik, të gjithë tentuan që t'i jepnin për të krijuar një identitet tyrin dhe sigurisht pastaj më vonë me perandorinë otomane për të krijuar një federat, një mentalitet të përbashkët, të cilën kush nuk e bën sot. E bën Gjermania, e bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e bën Kina për të krijuar një identitet ta quajmë komun, të përbashkët, e gjithë kjo. Por kjo nuk mund ta stereotipizoj në një emër në një term të vetëm të gjithë Ballkanin, që ti thënë do të kemi identitet. Rreth parë unë shikoj këtë tradita familjare që ka dhe që e shikojmë përgjatë zonës së Ballkanit. Pra, kjo familja e afërt që ne kemi dhe sa e ftohtë ngaherë është raporti prindër-fëmijë. Dhe kjo unifikon konceptin Ballkanas, po thotë familja. Po duke filluar se nga familja fillon çdo gjë. Po fillon, por në mënyra se si rrit. Nuk s'di se sa është element, se kështu ke edhe në vendet Afrikës, David, kështu ke edhe në vendet Azisë, të cilat janë prapambetura dhe janë unë mendoj që familja, gjiri i ngushtë ose dhënia vlerës së familjes ndodh në momente që popujt janë fukarenj.
popujt janë të Po jo, varfër. se ke edhe Japoninë më Castro që e ka këtë konceptin e familjes që e kanë shumë fort. Nuk ka lidhje fare. Japonia nuk Japonia është tjetër gjë. Japonia do të bëjë një podcast shumë të gjatë. Se ne marrim shembull Pakistanin, marrim shembull Eritrean e tjetër, nuk ka lidhje fare. Ne kemi frikë nga fukaralliku që këto. Na fukaralliku, po fukaralliku mendoj që ndej afër me njëri tjetrin. Në një moment tjetër pastaj feja të shbërë si leitmotiv. Tipit kanë Kosovë që feja islame ty tu fuqizua, le të themi, ose njerëzit ose shqiptarët krijuan identitetin e tyre mbi bazën fetare, sepse do të ishte opozita e kundërshtarit, e armikut. Dhe meqense armiku ishte pjesë e një feje tjetër, le të themi që feja bëri një lloj unifikimi. Nuk po themi ideologjik, po mbi bazën e kësaj u bë edhe një lloj bashkimi patriotik, mental etj që ato që solli. Tash me që përmendë familjen, çdo të thotë që identiteti kinemas për shembull, i jon, për të krijuar një identitet, valla ti e kupton që një film francez e kupton që është një film francez. Një film suedez ti e kupton, dinamikën e një filmi hollywoodian të çdo lloj serie ti e kupton. Cili është identiteti për të dy, muzikal, muzikor edhe kinematografik? Sepse nëse kemi pas një identitet deri në 90-91-shin, kinematografia jon, personalisht mendoj një ndër më të jashtëzakonshmet, kishte një identitet. Në të gjithë boshtin e cënuar nga ideologjia komuniste, socialiste e tjerë, diktatoriale, e gjithë gjës. Ama kishte koncept, kishte skenare, kishte një regji të mirë. Cila është kjo, me që ma the, domethënë, mbi bazën e familjes, do të krijojmë një lloj kinema familjare? Unë nisa nga koncepti familjar, për të thënë dhe për të bërë dhe dallimin për shembull që si jemi lordë anglez që e takojnë fëmijën kur është foshnjë dhe kur mbush 18 vjeç që japin dorën bravo dhe edhe këto janë, edhe kjo është fiction në burse, edhe kjo nuk është puna e identiteti kinematografik. Ktu shqiptar është shumë i vagët, shumë i dobët dhe ai që shfaqet tani si identitet kinemaj mund të ta përfshi thjesht duke parë posterat e filmave që bëhen këtu në Shqipëri të filmave shqiptar. Pra është një poster i cili duhet të identifikohet që është shqiptar nga syri i publikut me një titull që është shqiptar nga syri i publikut për të shkuar e për ta parë. Nëse ti egzageron dhe bën një poster të bukur, nuk e dallojnë më që është film shqiptar dhe nuk vinë të shikojnë. Në fakt keqësisht është gjithmonë si një poster siç ka qenë dikur ke Folia me të gjithë aty në mes të pozuar dhe ti e kupton që nga film shqiptar unë do shkoj të shikoj. Dhe po tentove të bësh diçka, po themi konceptuale. Por po nuk dore aktorin aty nuk të vjen njëri domosdoshmë. Nuk del më dhe nuk e kuptojnë dhe nuk do ta ndjekin. Nuk se ndjeva në filmin e mba mend kur shkoshin po tamra kështu në marave që diçim ne ose me si killer si po thotë. Ka të sens. Po kjo është e gabuar si gjë. Duhet të ndryshoj. Pra për të marrë, duhet të ndryshoj ku identitet, është identitet shumë i cekët. Po s'mund përcaktosh dot me një poster nuk mund t'japësh dot identitetin. Unë di që pas në 90-tave ty shumica e tematikave meqense duhet bënin buj në festivale ndërkombëtare ishte gjakmarrja. Gjakmarrja, komunizëm, burnesha. Këto janë sepse vet tregu i huaj bashk producentët e huaj këtë kërkojnë nga Shqipëria. Sepse e kanë të gjithë të tjerat. Lek për një prodhim shqiptar, unë këto gjëra dua të shoh. Dua të shoh ku do të jem çështjen çame, dua të shoh këto gjëra. Këto më interesojnë mua, thot ai. Pra unë nuk investoj për të realizuar një komedi ose një thriller aksion shqiptar. Sado Guy Ritchie tjetër ajo gjë. Unë nuk e bëj. Por kur them për kulturën, mua më pëlqejnë për shembull shumë filmat e Koreas Jugut. Dhe Korea e Jugut ka hyrë në kinematografinë në një mënyrë shumë të fortë botërore, duke mos përkthyer asnjë film, është duke parë titra. Përkundrazi, domethënë nuk e ka përcjellur identitetin e vet dhe kulturën e saj. Pra e ka shfaqur kulturën, komedinë, dramën, aktrimin, identitetin e vet kombëtare ka dhënë nëpërmjet kinemas. Dhe bota e ka kuptuar, e ka parë, e ka pëlqyer dhe e ka vlerësuar. Tashmë dhe është në rritje. Kurse ne, siç po thoja, jemi në disa nivele shumë sipërfaqësore, shumë të cekta të mënyrës së shitjes tonë të produktit tonë. Pra, po thoja që nuk duam t'ia çojmë sa më shumë syve projektin dhe jo t'ia çojmë syve të dur. Sepse sytë e dur mund të tapim dyer që mas disa kohësh në një plan afatgjat, filmi shikohet në shumë festivale, në shumë botë dhe kur merr këtë përkrahjen kritike, nganjëherë filmi bëhet edhe komercialisht fitues, po themi. Por gjithë kërkojmë këtë fitimin e shpejtë dhe gjithë filmat shqiptar që dalin sot megjithëse kanë një bombardim shumë të fortë prodhimesh, mas një viti nuk identifikohen njëri nga tjetri ku ishe ti ke ky filmi kështu, sepse po të paktën kohët e fundit janë bërë këto filmat komedi, këto
që është gjë shumë e mirë se përpara kanë qenë armë, drogë, prostitucion. Ka, është kështu e njëjta. Është edhe komedi. Janë dy temat, si më thonë. Dhe kanë filluar dhe me shtat pak në film tani. Pak si më të çliruar. Mirë, kalojmë në publicitet. Si është media, çfarë drejtë është media me këndvështrimin tuaj gjithmonë? Që nga në krizë po themi. Ka qenë gjithmonë, nuk është puna që ka qenë gjithmonë, gjithkohës. Po. Dhe si dalim nga kriza, dalim me një zbulim. Nga kriza dalim duke pranuar faktin që jemi këto që jemi, edhe le të punojmë më fort me këtë fakt. Kush jemi, se dakord është. Ti po thua kemi një identitet, përcaktojmë identitetin tonë mbi bazën e kësaj, ne pastaj veprojmë në bazë të këtij identiteti në muzikë, në art, televizion. Kush është ky identiteti? Se ti nga janë po thua që ore të pranojmë faktin që jemi Ballkanas. Intelektuali më i madh në Ballkan po i dhe 2 dopi raki do gërnetën. Atëherë le ta shesim rakin në mënyrë shumë të çfarë do ndodhi pastaj me që jemi te gërneta? Se unë kam shumë. Si mendon, e bën pak rakin më flashy, nuk e di. E bëjmë me shishe diamanti. Ku dëgjon valla, vetëm çesim gjon ton. Unë besoj se media, si në Shqipëri, po edhe në gjithë botën, po ballafaqohet me industrinë e teknologjisë, pra të tekut. Që në tek ne mund të fusim dhe rrjetet sociale dhe inteligjencë artificiale. Po, sigurisht etj. Dhe media është në një luftë e cila po humbet. Pra, sikur të shikosh vetëm media, kredimisht marret nga reklamat që jo bën, nga firmat që shkojnë për të reklamuar në një media. Çdo media ka çmimin e tij bazë për sekond të reklamimit, që varet nga shikueshmëria dhe nga orari që i jepet. Dhe kur këto fonde që alokohen kaq po themi milion euro çdo vit për të bërë këtë gjë fillojnë dhe po alokohen nëpër Instagram, nëpër TikTok për të bërë reklama nga influencera në këtë rast, janë buxhete që nuk shkojnë në media. Për podcastor ti mund ta gjesh streaming nga Spotify, YouTube e kudo. Sigurisht, pra kjo është ajo përqafimi me teknologjinë që bëhet. Pra nëse unë të gjej kudo, jo çdo program unë mund ta gjej kudo. Do t'i ribëjmë edhe një prezantim pavarësisht që publiki me ka të qartë që kemi të bëjmë në studio me zërat artistët më të mirë që janë në qarkullim. Kemi të bëjmë me Endrik Bebën, Endrik do të themi me emrin se çunave të gjithë janë ngatarrojnë mbi emrin. Kemi Endrikun, kemi Jorgon, më pëlqen shumë që ta thrash Jorgon, kemi Jorgon aty që është Jorgon nuk ka jetuar asnjë ditë në Greqi, por është lehet lindur në Vlorë. Kemi Gledin, shokun tim mbi çerek shekulli. Kemi dhe Rubin Kason. Pra, ky është një diskriminim i qartë që unë them Endrik Beba dhe Rubin Kaso. E thash 2 me 2, le të vritën pastaj, po ty pse ta dha mbi emrin. Banda më e mirë në botë sot do të performoj këngën Bolshevik o Bolshevik, të kam shok e të kam mik.
bësh dhe ti për para kur mos mendo, të jesh dhe ti si unë, prandaj ti lufto, shiko, se jam një për para te je kërko, të bësh dhe ti për para kur mos mendo, të jesh dhe ti si unë, prandaj ti lufto, ti lufto. Si që pat pra, nga emri i rubrikës, pëlqeu emri i rubrikës? Shumë, jashtëzakonshëm. Si e kishe Ti gjetur? David pëlqeu? Më futin mendime. Ma është interesant o plak, është Se interesant. ka përjetime të tjera, po mu më pëlqeu shumë, bravo. Edhe ngjyrat shumë. Si që tha dhe foli vetë emri i rubrikës, ajo titullohet Bishti i Dhelpërës. Dhe me bishtin e Dhelpërës, mendoj që brezi në brez nën kupton gjëra të ndryshme. Dalte Davidi me që është me njëri, bishti i Dhelpërës, çfarë të sjell në mendje një bisht të Dhelpëre? Ishte Dhelpëra ka pasion një kështu tip zbukurimi që Po e mbani gjithë nëpër shtëpi. Kishe familje që kishe një bisht Dhelpëre, kështu veças. Po zakonisht kështu, nuk e di, muslimane, bektashiye. Kjo të cilë? Si kështu dekor. Dekor bishti i Si Dhelpërës. dekor, domethënë si shkallë mesme shoqërie. Instalacion, po e mesme sipër ishte. Kush kishte një bisht Dhelpëre, ishte Kishte domethënë Ky gjëra. Gero çat sjell në mendje kjo? për pull kuqe, për ai seti me prangat, me biç. Okej, nice. Kështu, unë baja dhe zhapiq vetëm bishtat, koleksionohet. Beton, 12 zhapiq i kam mërojtur për një vit e gjys. Kur e hapa atë vdiq gjysma e kooperativës. Jo, kur e pash titullin domethënë bishti i Dhelpërës, Po. thash okay, që e kam me pull kuqe. Te ty bishti i Ligjin Dhelpërës nuk ndryshoi. colli gjë. Në fillim viteve 90, lacat e lagjeve kryesisht në Tiranë kishte një përshkrim për të diçka e bishtit të Dhelpërës. Si duket as ti se ke kapur, siç e thotë emri i rubrikës, jemi në një blok pyetjesh të cilat janë më filozofike, më të thella. Kështu që do doja edhe nga ju një përgjigje më të thellë, më të përqendruar. Rregull? Po, Geri fillojmë bashk, pra një pyetje secilit. Megjithatë nëse keni përgjigje për njërin nga ato që nuk është rradha juaj, jeni të lirë. Është me pik përgjigje ajo? Është me pik, çdo përgjigje është 2 pikë. Okej. Kush mbledh 11 pikë? Pra, tek edhe çift me që është me Një 2. kohë tjetër uj. Fiton? 150.000. Jo, nuk fitoj 200 kemi një nga sponsori jonë general që është Bishti i Dhelpërës. Pyetja e parë, Geri, Big Basta. Po. Këtu ndryshoi plaku regjizori jonë na ndroi dhe muzikën. Që është, jo Ju futi, frikën tash. Ja, futin gjendje. ka kjo miza që shparë, di që. Le. Ajo nuk ti do vdesësh një ditë më mis. Big Basta. Ule pak, të lutem, muzikën. Okej. Big Basta. Nëse mbreti e ka gjakun blu, çfarë ngjyre ka palaçi jo borrit mbretëror? Gjakun, Gjakun. të zi dhe të trash. Sepse është i detyruar që të bëj humor, të argëtoj mbretin në të mirat e në të këqijat e tij, edhe palaçu duhet të jetë qoftë në ditët e këqija, qoftë në ditët e të mira, duhet të jetë po njësoj. Qa zanati E ka të poshtë. regjur, e ka, nuk e di, edhe unë kësaj trembem në jetët dhe realitetit këtu. Kur? Do mos me në artistët. Mos kthehemi palaçun në jemi- një moment. po. Pa herë pas here kemi bërë, sa herë nga gjajt vetja Don Quixote derisa thash, Absolutisht. s'kam probleme erën e kam me dikë tjetër. Kështu, kjo ishte. Gjaku Zi blu të palaço, për ty helmuar. palaço, Po. që keni gjakun në zy, ju të mbretërve, ta gjithmonë. Të mbretëve gjithmonë. Ke takuar ndonjëherë në një mbret në jetën tënde, ja ke dhënë dorën? Kujto, Define mbret, ma përkufizon mbret. mbret ligjërisht për buri njohur. Mbret ligjërisht jo. Jo. Pra thaj për adon. E kam shkarkuar së fundi këtë qeshur, kam gjetë një sajt me shkarkime dhe më janë interesante. Është kështu pa royalty. Mund t'ja fus vetes në shpull hera herës, por më kujtoni David Kodheli. Më thuaj. Po më bezis shumë kjo muzika, ule pak o plak, vetëm shumë, okej. Ku i mban ëndra dikush që nuk ka syrtar?
I mban në sërtarin e shefit të tij. Unë kam një veti të poshtër që të ndjej dhe ato gjëra që thot publiku nga shtëpia tash sa po e bëra këtë pyetjen. Ja. Po çfarë keni edhe ju ndjeni këtë gjë? Shkë muzika. Është muzika, është intrika, është intrikon. Pa dalë në shtëpi pa lezë çfarë kanë thënë. O me veten e kemi menduar soi që të gjithë. Ashtu. Po pse më bëni tregove politikan. Nëntë qetull. Ku i mande? Ku i mban ëndrat për burifu ka aq s'ka zyrtar, ku i fut? Të thash. Ku edhe një herë pra se nuk të thash në sërtarin e shefit, në sërtarin e shefit. Ku syn drita e shefit të tyre. Dgjoj me këtë diplomacin nuk do ka për sponsor. Po do të jesh o kështu ashtu dikujt do të më radh që të ketë frikë tjetri që të flej. Nuk dua fare. Në rregull. E bëri këtë me idenë që ti je hip-hopper, rapper dhe ne flasim kështu. Jo, desha. Jo, ajo në atë tek. Jam rebel. Kam dalë shumë mirë, unë jam rebel. Kam dalë shumë perfekt. Po dhe unë një edhe fermën. Një si që unë kam dalë familjar, nuk shajmë. Në bërë ëndra e çdo 50 plus. Edhe unë, domethënë është shumë gjë e mirë kjo, është totalisht popullata që konsumon. Po të deshën gratë ja dole. Po, kush e ble vajin është muhabeti. Pavarësisht që kam shumë vite që e ble unë. Po. Big Basta. Kupa me kapak apo kupa me kapak apo Mami ka që e ka fjalia, ku është kjo Viviani? Kupa pa kapak. Kupa me kapak apo kupa pa kapak? Kapak. Po varet a ka gjomrena kupa, se nëse nuk ka një gjomrena, atëherë pa kapak. Kota argjëm ka pa kapakun. David Kodheli. Unë jam. Pse Macja ka dhëmë qeni? Sepse Macja ka dhëmë qeni. Edhe njeriu ka dhëmë qeni. Mirë, unë kam me Macja dhe edhe njeriu tot. Ure gjithmonë një shqiptar që ta gje makinë më lirë se që ke blerë më për. Ke vërë këtë blerë robi makinë sa e blerë, ata gje unë. Po i kërë drejq. Pagu kredin. Macja dhe qeni kanë bisht, kanë vesh, kanë sy, kanë dhe dhëmbë. Kanë dhe dhëmbë. Dhe ndoshta nuk janë dhëmbë qeni, po ndoshta janë thjesht dhëmbë të mpret. Ja dhëmbë të ngrënë. Ja njëri zuzor diplomat. As vet nuk e di. Njëri ne e quajmë dhëmbë qeni. Ku do dilja, por që kur t'i bien ato dhëmbë të qenit, atëherë do ta zbulojmë. Big Basta. Nëse një tren niset në 7:05, në çfarë ore arrin të lulkuqet mbi mure? Prica, e kam këtë. E kam. Nëse treni niset në 7:05, në çfarë ore, është e sigurt që do arrin në dimrin e fundit, por ora 6:10. Në ora 6:10 është përgjigja e saktë. Ne jemi mirë se erdhën në Podcastro. Jemi 4-2 për momentin. Pra po, dhe kush bën 11 pikë në të gjithë të numrat çifte. Bishtin e dhelpërës. Merr një bisht dhelpër. Bishti i dhelpërës është i mundsuar nga një familje në Voskopoj që unë e përshëndes, nuk dua t'ja jap. Është vërtet e kishte mbajtur te raftet, bati edhe me një bufe 9000 lekë. I si mban mend këto. Vivi po e mban dhe po e kref, sa të mbaroj dhe krefjen Vivi të bishtit, të dhelpërës, neve kemi mbaruar dhe bisedën tonë. David Kodheli, nëse ne qajmë kur qërojmë qepët, kush qajnë kur zhvishemi ne? Kur zhvishemi ne, qanë... Si varet e mirë një situatë e errët fare që ka qise për balë mund të qante se... Kush mund të qajnë fantasmat e... Prindër e gjyshër tanë që janë atë... Gjithë fantasmat e Belsit që më t'lidhen, kështu vinë një zonë të zona tjetër. Dio, si bje... është një legjend mbi fantasmat e Belsit. Janë 8 fantasmat e Belsit që kush bën keq, ato vinë data 22 dhe data 25 dhjetor vinë sulmojnë njerëzit. Kam dëgjuar 2-3 raste, çuna kështu. Faleminderit që keni interes të thellë ndaj fantazmave të Belsit. Kasper me fisin. Po, familjen me xhaxhallarët. Big Basta. Po. Cilat ditë e javës janë më shumë numri 8? Intja.
Edhe unë jam për të njëjtën. Përgjigje saktë. Nuk e di e përfityroj. Përgjigje saktë. Jemi 6-6. Po. Sa më përgjigje për këto. Faleminderit Laku që po më thuan në kufje edhe po na mban pikët. 6-4, po më thot. Jeni 6-4. 6-4. Jeni 6-4. David Kodeli. Nëse Legeni ka reputacion të keq. Po. Kujdes. Çfarë ka bërë Kova për të fituar respekt? Çfarë ka bërë Kova? Që ka fituar respekt. Po. Po, këto të mia ti ke shumë të vështira. Shumë e atër për mban kerin. Domethënë gjitha ato të ati kisha mësuar, kisha përsëritur. Fajvivit që skenar për para. Do të mirat janë kështu. Po, kujdes, është moment besoj se kujdes, Kova u përdorte, domethënë helmetat dikur u përdornin dhe si kovë dhe pastaj thanë se mos kur mbaroi lufta, thamë se mos I përdorim si kova helmetat që kemi Dhe kjo është përgjigje e saktë, mik. Kjo është përgjigje e saktë. Jemi 6-4, po kujdes, je një pyetje, Big Basa është një pyetje në ka një ndeshje më pak. Është një ndeshje më pak. Po. Big Basa, kujdes, jemi në pyetjet finale dhe lozet një bish dhelpre që nuk është një shaka, për te shakave. Nëse të shtin dhe lëshon gaza njëkohësisht, a bën trupi screenshot? Personalisht vite përpara kam bërë shumë screenshot. Bën grafi. Po ju tash duhet. Po jo, kujdes se lozen 2 pikë. Po. Jemi 6-4. Shivo, bën trupi screenshot. Mendoj që po, sepse ndodh diçka edhe brenda trupit. Po tani që e di unë që tani që po ma thu që kam mjeshtër I screenshoteve. Je mjeshtër I screenshot, shumë mirë, kujdes, jemi 8, bravo, është përgjigje saktë edhe kjo. Sa e thjesht është po jo. Jo. Plaku më thotë që nuk është kjo përgjigje saktë. Jo. No. Faleminderit Regjia për vëmendjen e jashtëzakonshme. Jemi 6-6, kujdes. Është moment decisiv, kjo është pyetja finale për fitoren e një bishi dhelpre. Konkursim. Kryqëzoni gishtat. Çuna, ju tashmë po shoh që dhe kameramanët gjithë stafi ka ndarë pra grupimin për kë bën tifozlik. Shoh që Kodeli ka më shumë fansa, dhe ngjëna britmat shumë. Unë e kisha Bastin për Big Basin, kështu që do ta humb kastet. Atëherë, pyetja finale është kush përgjigjet I pari? Me pulsant. 5, jo. Nëse rrim shtrëmbërt dhe flasim drejt. Në çfarë pozicioni duhet të rrim kur flasim Roma për Toma? Skiç. Big Basin Balotazh do, duhet një pyetje Regjia. Mos ulëri do por mos okay. Me këto kufjet. Muzika I çik suspansi. Jo, gjithë realiteti I vendosim ne në pas qisave tona, unë e kisha një kufje dhe hota, ju e pat. E pat apo jam unë I vetmi I çmendur këtë sken? CGI. Pyetja finale para se ne të shkojmë. Po, duhet kemi një mac, vini herë tjetër do ta bëni. Pra, kush godet tavolinën I pari? Vëmë CGI. Ja, nuk e vëmë atë, se ne jemi. Okay. Nëse të shtin dhe lëshon na lele. Jo, nuk kam më pyetje. E the pra ishte screenshot-a. Po, ishte. Që s'ma qujta. E po miq, ishte bukur ai sa zgjati. Ju falenderoj edhe një herë, një sukses të madh në rrugën tuaj. Po bëhem klasicist me këtë, kjo studio është e hapur, këto dyert janë të hapura për ju sa herë keni nevojë për promovuar. Ti filmin kinema nuk e ke më, ishte pra nuk duhet të merresim disa më shumë, po dua që të merrem me ty 8-8 në një moment të dytë, siç edhe me ty në një moment të tretë. Filmi, unë do të guxoja të thoja filmi I parë horror I bërë ndonjëherë në pa mirë, I bërë mirë horror I bërë, ishte në kinema, nuk është më, por e kemi streaming. Po, është në VOD, në eventive gjejnë tek faqja jonë. Sa lek duhet pagojnë çunat që gocat që ta blejnë, ta shohin e ta bëjnë? Ja themi, $5, 6, kur ta shkarkojnë? 5 jo, po që kush e merr nga faqja jonë, merr me një 20% ulje. O sa mirë.
Kështu ti Gero e din ku të gjen YouTube-n gjithë streaming kudo, nuk do të pyes për projektet e reja se kur të më vish tamam që ti jemi 8-8, do më vish edhe me projektet e reja. Bandën e ke në dispozicion ti sjellësh edhe live si do duash. Kështu që më të mirën puthe çunin të fala nga shtëpia se ne tash kështu jemi dhe familjar. Ti hap sytë dhe fillo të bësh një trashëgimtar, neve rikthehemi pas pak këtu në Podcastro. Në se që më mori mali, o mali mua më ka tretur, e në ndok dhe më në shtëpi, o s'di sa ditë moje më kanë betur. Në se që më mori mali, o mali si sa ditë mojë më kanë betur. Kur beti moj në naime, o që nga shumë i rëndë, se kur më dhe më shpirti në no, shërim gjejnë këngë. Kur beti moj në naime, o që nga shumë i rëndë, se kur më dhe më shpirti në no, shërim gjejnë këngë. Në nostate më do të sa buaj, o kur s'më ngrogu djeli huaj, e në no presë vite këti, o më shkoj jeta qiraci. Në nostate më do të sa buaj, o kur s'më ngrogu djeli huaj, në no presë vite këti, o më shkoj jeta qiraci. Kur beti moj në naime, që nga shumë i rëndë, se kur më dhe më shpirti në no, shërim gjejnë këngë. Kur beti moj në naime, që nga shumë i rëndë, se kur më dhe më shpirti në no, shërim gjejnë këngë. Hopa! Raket ruka vasapi, nuk kam faj moj unë ingrati, nuk kam faj moj që të dua, raket ruka pate tua, raket ruka vasapi, nuk kam faj moj unë ingrati, nuk kam faj moj që të dua, raket ruka pate tua. Tek një plakati në krua, se që më shka u këmba, rashmoj në gjurmët e tua, rakma për i zemra. Tek një plakati në krua, se që më shka u këmba, rashmoj në gjurmët e tua, rakma për i zemra. Raket ruka pasapi, nuk kam faj moj unë ingrati, nuk kam faj moj që të dua, raket ruka pati tua, raket ruka pasapi, nuk kam faj moj unë ingrati, nuk kam faj moj që të dua, raket ruka pati tua.
ti në përmi supe, i ke dal nga dalë. Hajde son të bashtërim, o ti lëm ato djallë. Me gërshetin përmi supe, i ke dal nga dalë. Hajde son të bashtërim, o ti lëm ato djallë. Raket rruga pasapi, nuk kam faj moj unë ingrati, nuk kam faj moj që të dua. Raket rruga pa të tua, raket rruga pasapi, nuk kam faj moj unë ingrati, nuk kam faj moj që të dua. Raket rruga pa të tua. Se vëdën në miket e moja aman aman. Oh, miket shta hoda se vëdën në miket e moja aman aman. Miket moja aman aman. Oh, për balukin që më bëmë, Atere kemi në studio, kemi Elsa Skëndaj që e ka në tavolin, kemi Arviol Kasemin dhe krenar Asimja. E thash mirë? Asimi. Krenar Asimi. Mirë, e pashquar është Asimja. Tu bë ko tani sikur marrë vesh më stam. Asimi. Ju vlojnjatet jeni gjithmonë bil. Ne këmgullim. Elsa mirë se vjeni herë. Faleminderit që më ftuat dhe është privilegj të jem. Të falenderoj për privilegji është i gjithi imi. Në fakt që nga kjo seri e parë e podcastros, unë e kam me shumë qef që këtë rubrik ose këtë pjesë, këtë blok të emisionit të quhet ashtu siç e tha edhe spiça, siç i them unë, ajo spica që e kalon përpara, titullohet Të urtët, dhe me këtë Të urtët e kam bazamentin e folkut shqiptar, por jo vetëm, sepse folku shqiptar në një mënyrë ose një tjetër nga krajina në krahin ka pasur edhe ta quaj devianca. Do më thënë, jo detyrimisht ose jo kudo luhet folk i pastër. Patjetër. Kryesisht është bërë një lloj mishele midis folkut, turbofolkut, edhe ndikimeve pastaj ta quaj slave, i quajnë ato që i përket të gjithë pjesës tjetër që të bën ato mbrëmjet, ndoshta që nuk na përkasin dhe ne shumë si shqiptar, mendoj unë. Elsa, ti ke ndetur shumë vite në Amerikë. Unë kam jetuar 10 vite, gati 10 vite në Amerikë. Cilin shtet? Në Boston. Në Boston? Boston, po. Çfarë të solli në Shqipëri? Nuk e di, po... Tani, kjo është pyetje 1 milion në fakt. 1 milion ule e bëjmë edhe 10.000. Jo. Po 10.000 se $1 milion mos të rrojmë. Bëjmë edhe $10.000. Është pyetje 1 milion, e kupton, ka shumë për të thënë për këtë, kështu që e lëm kështu në on the side. Nuk dua që të mendoj që s'bëri dot letrat e kështu gjëra. S'ka lidhje, nuk ka rëndësi. I lëm këto. Nuk e qef që të flasësh për këtë. Si Shqipëria nuk kam gjetur në asnjë vend, sinqerisht, jo për treguar që jam patriote, adetare, madhe kështu, unë e dua Shqipërinë. Dhe nuk e ndroj me asnjë vend botës. Pse shoh një zhgënjim. Gjej veten, ndije mirë këtu, ndije mirë, them mirëmëngjes shqip. Them natën e mirë shqip. Po cili është problemi? Nuk e gjen. Kam atë rrethin tim të ngushtë, familjar, pak shokë, shoqe, shumë pak, kaq më mjafton. Kjo është e bukura. Që atje nuk i kisha po këto. Që atje nuk i kisha, atje. Nëse mund të pyes sa je marrë me muzikë atje apo totalisht tjera? Jam marrë dhe me muzikë, jam marrë edhe me punë të tjera, si fillim, të gjithë kanë vështirësitë e tyre ku shkojnë. Patjetër, sidomos Amerika. Patjetër. Domethënë Amerika ka kurbetin e hidhur. Po pak fillime ka, pastaj. Fillimi, okay, ka vështirësitë e veta. Kam bërë edhe punë të tjera. Ti erdhe në Shqipëri.
Në fillim viti parë ishte mallkoja Amerikë, por çfarë do bëj atje, ngelan punë për aty, sa shok as i gjë me ato kafen që e pin, metro, ikën me vrapet, gjithë këtë, kalove vitin e parë. Po. Me shoqet, me familjarët, i nxorë ato. Pavarësisht që erdhe me 1 ton me lek, se këto nuk i kujtoje, këto ishin Mira, këqija. s'kishte rëndësi leku, dhe shiko, kur prishte, u prish një shtëpi edhe do ndërtoje prap nga e para. Ti solli lek ta ndej për të ndërtuar prap atë që kishe prishur atje. Ka Shqipëria, ka shqip folësit muzikë të mirë, Ka. që ti orienton? Ka muzikë të mirë, ka. Kush janë këta? Unë do veçoja për shembull që unë e dëgjoj shumë dhe tani jam duke gërmuar, unë jam gjithmonë gjuetare e teksteve të bukura. Piro Çakon për shembull, që ka tekstet më të bukura për mua. Bën çudi në fakt që një këngëtare që bën folk ta adhuroj penën, si themi, të Piro Çakos. I këndoj dhe të gjitha i këndoj. Këndon edhe Piro, edhe në gjë nga Piro. Po, të bëj një Piros? Do ishte çudi, por po. Piro, jam lërë t'i bëj një mesazh që ta kthej. Po, patjetër. Edhe Piro ka një çun të vogël tani, është çuni pleqnisi, më thënë. Piro më vret mua për të po Piro, jam 20 vjet i vogël. Kam shumë shokë dhe prandaj apo gjithmonë këtë lojën që ai është 100 vjeç dhe unë jam ende i freskët. Ti je si drita, pse? Patjetër që je si drita. Kështu që megjithse Piro domethënë është nga këta kompozitorët që ka muzikuar më shumë tekste të Teodor Kekos. Ka bërë edhe të Dori, që për mua është një ndër penat më të mira që ne kemi pas, sidomos e mishëruar pasaj edhe në muzikë, por le të ngelemi aty, jam bërë shumë kurioz të një këngë të Piros që do ta Nga dashuria, ja ka kushtuar Teodor Keko. Gruas vet Xhuli. Xhulin e përshëndesim, Ina këto netët do ta kemi këtu. Edhe unë e përshëndes. Është një zonjë grua. Edhe unë e përshëndes me gjithë zemër. Nga dashuria që kam për ty, mund të shquaj edhe në mjegu. Nga dashuria unë ktheva syt, gjind bohem djalosh i regut. Nga dashuria në qell u shtriva, me kokë në diell unë fjeta gjatë dhe su pendova që aq të deshta ndërmend e kam të dua pra. Esa, unë të falenderoj shumë bashkë edhe me çunat, ndoshta ishte pak shkurt, por kjo derë në mënyrë më klishe është hapur kur të doni ju ose kur keni material të ri për ta kënduar për qefin tënd në këtë studio. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të dëshpëruar me dhimbje i jonë, kura njën si fantazon në përdet me aventura, klitni, libertà. Bekimi në me nga mua shpirë, ti pa të razuar një fjarë, që thënë ma dëgjoj, zingjira të varuar të kanë, për të ofruar po prap do jetë sklavëri. Në sklav jo nuk të dua nga vetja i mua, jo. Në sklav jo nuk të dua nga vetja i mua, jo. Mirë, rikthehemi në këtë pjesë, në këtë blok të podcastros, një blok që unë kam quajtur tek e tek, në atë shprehjen tonë të jetë urbano, të pleqërisë o urt, kur dikur thuaj kjo shprehje për të përballur fizikisht. Ne në fakt nuk do përballemi fizikisht, personalisht sonte në këtë pjesë të podcastros është një ndër gazetarët personalisht më të vlerësuarit që kam ndaj personit në fjalë, është një ndër njohësit më të mirë të gjeopolitikës
në qarkullim, por në një amulli të madhe ku dezinformacioni apo qoftë e bashkuar me ignorancën, shpesh në hierarkinë të themi të dijes, vlerat e duhura nuk jepen në vendin e dur. Kam deri dhe kënaqësinë që sonte të kem Dritan Koçaj. Mirëmbrëma mik. Të them mik i emisionit sepse e ndjej që në këtë seri të parë nuk do të jetë vetëm hera e parë. Si jeni ju? Mirë, në këtë amullin që thoni mirë. Më pëlqen edhe hija juaj që tregon një intensitet të fortë, serioz kundrejt edhe gjërave që do flasim. Shiko, amullia kërkon seriozitet, pastaj mund ta shoqëroj me çfarë duash. Se amullin e zgjidh serioziteti, më thua. Absolutisht. Dhe serioziteti ndërtohet gjithmonë mbi baza dhe norma të një shoqërie të rregulla që kemi përcaktuar ne. Po, domethënë është si pjellë, është si derivati. Varet se kush janë ata ne. Po thua që ne nuk jemi ata që vendosim në një mënyrë, ose janë ata. Unë mendoj që jo. Dhe me që jemi të ata dhe të net, unë do të futem direkt në temë në fakt për të diskutuar qoftë edhe në një mënyrë ndoshta edhe pak modeste, se kam përshtypjen që janë çështje që do duan orë për të diskutuar dhe nuk janë thjesht çështje kalimtare. Dua të futem menjëherë në atë që është një ndër vatrat e nxehta të globit, por ose personalisht mendoj që është një ndër vatrat më komerciale të nxehta të globit, sepse globi është i pushtuar nga luftra të brendshme civile apo dhe ndërkombëtare, të cilat nuk i jepet vëmendje duhur. A është faktor Rusia sot ende në botë apo është e gjitha një lojë fuqish? Faktorë janë disa, pra nuk është vetëm Rusia, po problemi po bëhet për një ajo që konsiderohet shpesh si balancimi i forcave. Nuk kemi një balancim të forcave, por kemi një përmbysje të piramidës të drejtimit global sot për sot. Një tentativë për absolutisht. Pra, deri më sot nga 45-a deri më sot piramida ka qenë pra në fillim vinte paraja, pra aktualisht e cila bëhet çdo lloj pagese bëhet me dollar. Pra që nga 45-a deri këtej, pavarësisht ishim të ndarë në dy në gjatë luftës sot në dy kampe, pra në dy kampe ideologjike, pra ndarjes ideologjike pagesa bëhet me dollar. Edhe kampi ideologjik i majt, çfarëdo lloj pagese që blende jashtë e bënte me dollar dhe kjo jepte një mbikëqyrje të gjithë rendit global shtetë bashkuar Amerikës. Kjo bë pas 45-s apo dhe financimi i luftës? Pas 45-s. Pas 45-s çdo pagesë bëhej dhe vazhdon të bëhet një pjesë e mirë me dollar. Pra çfarëdo lloj malli që ti blen shet për te kufive të tu shtetëror, është nën kontrollin e shtetit bashkuar Amerikës. Kjo është ridikull normale. Pse po më gjan sikur ka një hije kjo supremacia sikur të bëj. Problemi pra është çështje supremacie në këtë kontroll dhe pas kësaj në krye të piramidës ekzistonte financa. Një pjesë e mirë ekziston akoma edhe sot. Në nivelin e dytë ekzistonte njohuria, pra dia. Në nivelin e tretë industria. Në nivelin e katërt e fundit fare, ishte baza e piramidës, janë lëndët e para, pra prodhimi. Dhe tashmë çfarë bëjnë? Rusia, Kina dhe vende të tjera po munduan ta kthejnë të piramidë përmbys. Pra në vend të parë të vendosin bazën prodhuese, pra që është lëndët e para, të cilat përcaktojnë se çfarë do bësh, dhe paraja të vinë në vend të fundit dhe të zëvendësohet dollari me floririn. Pra baza tjetë pagesa në flori dhe jo dollari. Do të kesh burime të mjaftueshme që ti të thyesh këtë hegemoni, domethënë që është baza është burimet natyrore. Që sipas statistikave Kina nëse është në Kina dhe Rusia kanë 90% të burimeve natyrore të botës. Jo detyrimisht, mendoj që është shifër pak më egzageruar, mendoj. Të dyja bashkë, jo Kina, të dyja bashkë. Di që Rusia të paktën në gaz ka diku te 30% të eksporteve planetare ose të burimeve të veta. Kina më shumë duket si një lloj propagande e lindjes do ta. Kina nuk po flasin për gaz, por flasin për burime natyrore, të cilat kanë nevojiten për çështjet e industrisë. Po, edhe kryesisht industrisë inteligjencë artificiale, të gjithë elementet e tabelës Mendelejevit janë të rralla. Çdo lloj industrie, pra. Është ndërlidhur sot. Absolutisht është ndërlidhur në të. Dhe ndryshimi i kësaj ka sjellë të që neve sot e konsiderojmë si balancë forcave, por nuk kemi një balancë të forcave. Pra kemi një përmbysje të piramidës. Ose një tentativë, sepse kjo mbi bazën e ideologjisë, sepse mbi bazën e ekonomisë mua nuk më gjan. Nuk kemi mbi bazë ideologjie, pra nuk ideologjia ka mbaruar. E shpikur. Unë nuk mendoj që ka ideologji të majta të djatha sot të rendit njerëzor. Nuk kam ideologji, ideologjit kanë mbaruar. Pra i lan pas para 30 viteve. Po dhe po e përdorin shumë gjanë, kampi lindor, Rusi, le themi apo Kinë. Nuk po përdoren në aspektin e ideologjisë, po përdoren në aspektin e gjeografisë. Pra po themi pjesa lindore në aspektin gjeografik, jo në aspektin ideologjik. Para përdorin aspektin ideologjik, pra si justifikim. Unë po flas si justifikim në këtë moment. Ndarë si ekzistencë, pra në atë kohë ishte kampi lindor, ishte një, pra ishte i gjithë i majt,
se kampi perëndimor ishte gjithë një lloj, po. Por tashmë kjo përdoret mbi bazën e gjeografisë. Pra, sërish ta të majtët që është ndërlidhur me ekonominë, pra pozita gjeografike ty përcakton gjithçka ka të bëjë me ekonominë dhe e gjithë ky ndryshim që po ndodh, pra kjo tentativë që po bëhet, ka filluar ta zhbëjë këtë rendin e supremacisë të vetme që ishte për nga 45-a deri në sot. Shihet goxha shpërbërja që po thua ose tentativa. Ku mendon që janë elementet e dobët që po nuk është çështje elementi, është kemi krijimin e një grupacioni tjetër, i cili po zhvillon tregtinë jo mbi bazën e dollarit. Pra po dedollarizon këtë pjesën e lindjes. Çdo lloj marrëveshje tregtare që funksionon ndërmjet këtyre vendeve bëhet mbi bazën e paras individuale të çdo shteti, por bazuar mbi dollarin, mbi bursën e dollarit. E qartë. Po sa është dëmi që ti bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë lëvizje? Nuk është se i bëjmë dëm Shteteve të Bashkuara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I bëjmë dëm hegemonisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, ajo supremacia që ekziston në gjithë piramidën tashmë fillon e zhbëhet pjesa, sepse për sa kohë ajo nuk e kontrollon dot. Mendoj që është një kërvishje kjo. Kina dhe Rusia e kanë bërë ndryshe në të gjithë kolonizimin që po i bëjnë Afrikës, në gjithë kolonizimin që po i bëjnë shumë pjesë të Azisë. Kolonizimi quaj unë, momenti që unë investoj në hidrocentrale apo në industri të rënda të një vendi që nuk ka këllqe dhe kemi gjë parasysh që përpara se të bëhej ky kolonizim që ju thoni në Afrikë. Në Afrikë ishte ky kolonizimi perëndimor i cili nuk bënte asnjë gjë. Pra vetëm merrte dhe grabiste pasuritë natyrore dhe nuk i jepte. Kemi ende sot frankën, janë mbi 7 shtete në Afrikë, e cila përdorin një frankë reale, e krijuar nga janë drejt shkëputjes së frankës që monedhës frank që prodhon Franca për këto vendet e Sahelit, po pjesa e tyre më madhe janë shkëputur, pra dhe po shkojnë drejt shkëputjes, drejt krijimit të një monedhe të një rizimi i Afrikës, mbi bazën e Floririt. Mbi bazën e Floririt. Absolutisht bllaf mbi bazën e Floririt. Bazë Flori, cilën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pasur deri në vitin 64. Në 64 e hoqën bazën e Florit dhe filluan vetëm printonin pastaj dollar. Në 71-shin e mori atë. Ai ishte më shumë një vendim politik i Reaganit në pavarësisht se si vendimi Watergate. Pavarësisht se ishte vendim politik. Pra ai vendimi politik kishte ndikime të mëdha në ekonomi. Po patjetër, se të printosh para do të thotë që jeni në fazë të dobët të ekonomisë. Parat printoheshin jo mbi bazën më të Floririt. Nuk ishte më ai etalon mas. Po thua që është një ndër elementet që Kina ka shumë vite që vetëm po blen Flori. Të gjitha vendet, Kina, Rusia, Irani, të gjitha vendet kryesore të cilat kanë hyrë në këtë fazën e dedollarizimit, kanë bler Flori. I pari që nisi fazën e dedollarizimit ishte Libia. Pra nuk ishte as Kina as Rusia. Libia në 2009 e nisi këtë Kadafi. Dhe arsye pse Kadafi urrëzua ishte për shkak të dedollarizimit, sepse vendosi që të gjitha vendet afrikane që blenin në Libi naft, gaz, çfarë do lloj malli tjetër, do ta bënin në bazë të dollarit dhe jo në bazë të Floririt dhe jo në bazë të letrës apo të italos për. Dhe kjo sillte atë dekolonizimin perëndimor të Afrikës, rizgjuarjen të vendeve të Afrikës dhe shkëputjen nga hegemonia ose nga supremacia amerikane. Kujt i interesonte kjo? Asnjërit që të ndodhte. I interesonte Afrikës, por nuk i interesonte supremacive këtij. Dhe për këtë arsye Kadafi u urrëzua me të gjitha ato që than pastaj që ka bërë këtë. Normalisht që ishte një diktaturë, pra nuk diskutohet, sepse sot aktualisht po thuaj se të gjitha vendet e botës janë o diktaturë, autokraci. Demokracia nuk ekziston as i vend. Ne quajmë demokraci në aspektin se jemi pluralizëm. Pluralizmi nuk është demokraci. E drejt. Pra nuk ke. Se koxa je personalisht mendon që bota ende meriton një rend demokratik? Je për një rend demokratik? Absolutisht që bota meriton një rend demokratik, sepse shiko, kemi lindur të lirë. Po. Dhe të lindur në liri dhe pastaj rritemi në kafaz. Njësoj se shkosh në kopshtin zoologjik dhe të shohësh kur shef një ari ose një ujk i cili ka lindur në kopshtin zoologjik e dallon nga një ari ose nga një ujk i cilin e kanë zënë në mal dhe kanë sjellë aty. Të fiket dritat e syt, pra ajo është absolutisht e njëjta gjë. Pra kjo është edhe për njerëzit. Neve lindim të lirë dhe rritemi në kafaz. Po, por ka një ndryshim. Më kujton një bisedë duke lexuar një pjesë të Berlusconit, për interes tim personal kam qejf që të bubroj. Edhe më kujtua një bisedë e Berlusconit, intime le të themi, private dhe Saddam Hussein. Në një moment të dy kur po pinin ai got whisky, i thot Berlusconi e pyet, "Ore thot, të gjithë thonë që ti je diktator, i thon. Sa është e vërtet kjo gjë, thot? Çfarë i bën ti popullit tënd?" Dhe ai mbajti një fjalim që sigurisht unë nuk dua të legjitimoj apo të mbaj krahun se di me njohim të gjithë dhe fundin e tij. Pavarësisht që edhe kjo ha një analizë shumë më të gjatë, ka mbështypjen shumë më të madhe se sa rasti i Gaddafit. Në mënyrë të thjeshtë dhe modeste ai tha, unë momenti që erdha në pushtet gjeta 3 etni që ishin nga mbi 10 milion banor. Gjeta një popullatë që 97% e sipër nuk dinte shkrim dhe këndim.
sa e drejt ishte kjo që në një moment lirie, siç e konceptojmë ne lirin, këta të shkonin, të votonin dhe të zgjidhin 100 apo 200 babuin në parlament? Problemi është koncepti i lirisë. Pra koncepti i lirisë, liria jote mbaron aty ku cënon lirinë e tjetrit. Po nëse utopikisht 10 njerëz kanë të drejtën të votojnë, janë të lirë për të votuar dhe zgjedhur, 7 prej këtyre nuk e ka iden se për çfarë po voton. Si kjo duhet të jetë e drejtë për ata të 7, po edhe për ne 3 të tjerë që kemi ca neurone më shumë, edhe vendimet e këtyre të 7-ve do më bëjnë keq mua. Në aspektin e lirisë dhe në aspektin e demokracisë, pra kur flasim për liri dhe demokraci, duhet të shkojnë paralel. Liria, demokracia dhe vlerësimi. Pra këto shkojnë paralel. Kur themi liri dhe demokraci, kemi edhe vlerësimin e drejtë. Po shkon drejt utopisë, je komplet e kundërta, domethënë. Vlerësimin e drejtë kemi të bëjmë me aspektin që kur ti merresh në punë për diçka, çfarë do dhe pune. Aktualisht, pothuajse ka një 10 vjet që në të gjitha institucionet, qoftë shtetërore, qoftë private kryesisht, baza është testi psikologjik. Pra, kjo duhet të vlejë edhe në rastin e votimit për çdo kënd. Pra, nuk mund të votoj gjithkush i cili nuk plotson normat e një testi psikologjik, pra nuk merr normat e një testi psikologjik, po jo teste psikologjike si ato që bëhen në institucionet shqiptare, sidomos në rastin e policisë shtetit ku ulen për çdo vit normat e testit psikologjik se nuk i kapin dhe pastaj prodhojnë policë me shumicë. Pra, jo në këtë aspekt. Në një aspekt më të drejtë. Pra, jo çdo kush mund të ketë të drejtë për të zgjedhur kur nuk ka aftësinë të kuptojë atë që thuhet. Kjo bazohet mbi këtë test. Pra, meritokracia, në rast se flasim liri, demokraci, nuk mund të ketë liri dhe demokraci pa meritokraci. Pra, kjo është baza. Meritokracia. Pastaj, në rast se ke meritokraci, çdo gjë shkon normalisht. Dhe nuk është utopi meritokracia. Pra, është çështje vullneti, nuk është çështje. Përpara kishim ideologjinë komuniste, e majtë e djathtë. Ideologjia rat tashmë mbetet ose në anën fetare, ose i baza patriotike kanë mbetur. Është një lloj deglobalizimi në një lloj forme. Në idenë e globalizimit globalizimi do të funksionojë dhe funksionon. Globalizimi është bazë mbi bazën ekonomike, por kufit do të mbesin edhe pse Evropa për shembull i ka hequr kufit. Themi që i ka hequr kufit. Realisht kufiri sërish ekziston. Pra, ti nuk e shef në aspektin, nuk e shef fizik, pra nuk ke policin aty kur kalon. Po ama ke tabelën që të përcakton që ti ke hyrë, ke kaluar nga Italia në Zvicër, ose nga Zvicra në Francë. Pra sërish ata e kanë çështjen kombëtare, ajo nuk shuhet. Por fizikisht është zhdukur të themi s'kemi kufi. Edhe sot ti kalon në Kosovë, ne mund ta heqim kur të duam nesër policin në Morin. Ai nuk përbën asgjë, por ti sërish do kesh tabelën që thot Kosovë edhe këtë thot Shqipëri, pavarësisht se edhe ande është Shqipëri, e gjitha është Shqipëri. Është e gabuar kjo gjë, duhet të jetë, nuk duhet të jetë ajo posta kufitare. Mendoj që posta kufitare nuk duhet të jetë, duhet të kishte ikur me kohë, kemi pasur një shans ta bëjmë këtë, po e kemi humbur për arsye se nuk kemi kuptuar, sepse ne shqiptarët kemi një problem, ne duhet na e thuash drejt për drejt, po nuk na e the drejt për drejt, ne nuk arrim të lexojmë në anën diplomatike. Ose bëjmë sikur nuk kuptojmë. Mbaroi lufta në Kosovë në 99-ën, Bill Clinton erdhi në ishte në Ferizaj dhe kam qenë prezant kur erdhi Bill Clinton dhe bëri një deklaratë shumë interesante në atë kohë, tha tashmë që ju luftën e fituat. Ju keni të drejtë të zgjidhni monedhën tuaj. Arsimin tuaj. Flamurin tuaj, gjitha këto. Pra kjo do të thoshte që ti zgjidh monedhën, domethënë, çfarë duhet bëj? Shqipëria ka lekun. Kosova duhet zgjidhë lekun. Kosova çfarë bëri? Shkoi zgjodhi markën. Dhe pastaj u kthyen euro. Kur u kthyer, kush e zgjodhi? E zgjodhën po qeveritarët pra qeveritarët. Se po thua që gjithë popullata nuk donte, nuk e pëlqeu vendimin që morën ata? Nuk është çështje pëlqimi, se nuk i mori kur askush nuk i mori mendimin popullatës. Ishte një amulli dhe të gjithë ecën në bazë asaj që vendoste i pari pra. Dhe ata mund vendosin kollaj. Nëse ti do merrje lekun, atëre bashkimi ekonomik ishte shumë më i lehtë dhe shumë më i thjeshtë me Shqipërinë. Njëjti sistem arsimor, njëjti sistem shëndetësor. Jo, dhe pastaj po të kishim këto, është apo s'është policia aty në kufi nuk ka asnjë lloj vlere. Po ku është bashkimi kombëtar? Është si puna e kufive evropian që janë të dukshëm po të padukshëm? Bashkimi kombëtar ka të bëjë, bashkimi kombëtar është çështje kulturore, arsimore dhe ekonomike. Pra, në rastin se ne bashkojmë doganat, në rastin se ne bashkojmë çështjen ekonomike, totalisht. Se bashkojnë ca tela hidrocentralesh nga nete ata janë sjelltas. Hidrocentralet janë bashkuar, ato nuk është se ne me tela hidrocentrale kemi edhe me Greqinë, me tela hidrocentrale kemi edhe me Serbinë, aty i shesin kombëtar, pra. Jo, e drejt. Pra, kjo nuk mund të konsiderohet si bashkim kombëtar. Bashkim kombëtar kur ti ke të njëjtin arsim, të njëjtën shëndetësi, të njëjtën ekonomi, të njëjtën monedhë që paguan. A duhet pra ke të njëjtin sistem qeveritar, kemi një parlament, nuk kemi dy parlamente, kemi të njëjtin kontroll qeveritar, pra kemi të njëjtin sistem policor, kemi të njëjtin sistem të kontrollit të shërbimit të brendshëm, pra të shërbimit informativ dhe gjithë tjerë. Në këtë moment ne kemi një bashkim kombëtar. Po nuk qenë këto baza, atëherë ti nuk ke bashkim kombëtar, thuaj sa duash.
pse nuk ka ndodhur kjo? Për vullnetin e atyre apo për vullnetin e popullatës në përgjithësi në Kosovë dhe në Shqipëri? Që, po të pyetet popullata edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, po të kemi një referendum edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, Bashkimi Kombëtar fiton, edhe andej edhe këtej. Sot aktualisht jam i bindur që më shumë fiton Shqipëri sa fiton Kosovë. Pra, këtu ta kisha tek ndërtimi i individit me individin, se si një shqiptar i Kosovës ose më saktë dita ditës po krijohet një pseudokom në Kosovë ose një lloj kosovarizimi në mentalitet, në slang apo në ku diun gati sikur për të nxjerrë një etni të re. Është krijuar, por thuajse ajo baza e parë është dokumentat e identifikimit. Në dokumentat e identifikimit tonin thot komësia shqiptare. Kurse atje në dokumentet e identifikimit nuk ka komësi, po thot kosovar. Pra, dhe këtë, edhe ata cilët erdhin me flamurin në pushtet në Kosovë, me flamurin e Bashkimit Kombëtar, nuk e ndryshuan, është vendim qeveritar, ti mund ta ndryshosh çdo kohë, pra nuk të duhet vendim parlamentar, të mbledh tash ti marrësh lesër. Ti ke një dokument zyrtar, cilin me një vendim administrativ, ditor, me një VKM, ti e ndryshon. Nuk është bërë kjo ndryshim. Pra vazhdon e njëjta vështirë. Dhe çdo gjë tjetër pastaj është hipokrizi. Nuk duan. Absolutisht që nuk duan, tash është ata llogarisin këtë. Pra politikanët andej edhe këtej. Pra në këto nahit tona, cila na ndan drini izin. Nuk është se kanë frikë nga ndërkombëtarët apo si në bazë të politikave ndërkombëtare apo ndërkombëtarët veprojnë në bazë asaj që vepron ti. Baza e ti këtu. Unë po ja shpjegoj një gjë shumë më thjesht, ta kuptoni çështën e ndërkombëtarëve. Në 98-ën fillon kontaktet e para me amerikanët CIA, pasi ishte themeluar në 10 qershor të 98-s, ose themeluar shtabi i përgjithshëm ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe një javë më pas patëm kontaktet me amerikanët. Pas 15 ditësh me datë 28 qershor, pas gati 10 ditësh me datë 28 qershor, Departamenti i Shtetit vendosi që ta shpallte ushtrisë shqiptare të Kosovës organizatë terroriste. Na shpallën organizatë terroriste. Okej. Pavarësisht asaj, ne vazhduam programin ton. Vazhduam projektin ton për shqirim. Edhe për bashkim, pra arritëm shqirimin, bashkimin se kemi arritur. Dhe kur e pan që kjo gjë este, pra ne nuk u ndikuam nga ajo. Atëherë çfarë bën, me pavarësisht atyre veprimeve që bën, pavarësisht se i thanë Serbisë leje që të merrte ofensivën e shtatorit të 98-s. Ofensivë e cila pothuajse na shkatërroi 70% të organizimit ushtarak të shqiptarit të Kosovës, cilën pastaj arritëm pastaj një urdhër, një ide. Absolutisht këto. Dhe në fund të dhjetorit, po me datë 28 dhjetor, duke parë vendosmërinë ton për të luftuar dhe refuzimin ton për të pranuar atë çfarë ata donin ta impononin, vendosën ta heqin me vendim të Senatit Amerikan. Pra UÇK nuk u konsiderua më organizatë terroriste, por organizatë çlirimtare. Pra ata veprojnë në bazë të asaj qëndrueshmërisë tënde. Në rast se ti nuk je i qëndrueshëm, pra ju lëpihesh atyre. E var gjuhën dhe pret, cila do jetë, më falni, fund shpina e parë që ti mund të lëpish. Ata është okay, vazhdo. Në rast se ti ju tregon ti atyre fund shpinën dhe nuk gjemon pas fund shpinës tyre, atëherë ata bëjnë ndryshim. Është vërtet. Pra kështu funksionon. A janë nish pushtetarët, le të themi në Hag, sipas teje, të fajshëm, të pafajshëm? Për akuzat, cilat rëndojnë me ta janë të pafajshëm. Janë totalisht pafajshëm. Një pjesë të atyre akuzave unë edhe i kam demontuar edhe publikisht, pra, edhe me fakte. Gati qesharake. Absolutisht janë qesharake. Kemi nxjerr fakte të cilat e vërtetojnë të, pra për akuzat për cilat akuzohen jo. Pra për çështjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, të ushtrisë shqiptare të Kosovës që konsiderohet si një organizatë e strukturuar kriminale. Pra kjo nuk ekziston dhe janë falso. Edhe akuzat e tyre janë totalisht të fabrikuara me dëshmitar falso. Për arsye se ky procesi gjyqësor që është ngritur, kjo gjykata speciale e Kosovës është një gjykatë sui generis. Nuk ekziston në asnjë vend të botës dhe asnjë koncept juridik sot për sot botëror. Madje u insistua të krijohej të bëhej atëre. Dhe kjo gjykatë ka dëshmitarin e fshehur dhe dëshmitarin e mbrojtur. Dëshmitarin e mbrojtur e njohin të gjithë, ekziston në Republikën e Shqipërisë për dëshmitarët e mbrojtur. Po këtu ekziston edhe dëshmitari i fshehur i cili nuk ekziston në asnjë vend tjetër të botës. Dëshmitari i fshehur është një dëshmitar i cili ti ndryshon zërin, ndryshon figurën, i ndryshon gjë dhe ti nuk e merr, i ndryshon emrin dhe unë nuk e di se kë kam përballë, thjesht jepet diçka lexon, pra mund dalësh ti, mund dal unë dhe quajmë dëshmitar në këtë rast. Pra ky është fabrikimi i provave, është futur si dëshmitar i fshehur. Dhe kjo është diçka që bie ndesh me të gjitha parimet juridike në të gjithë konceptet botërore. Në një moment çfarë përmende Zotin. Ti ke qenë pjesëtar aktiv në UÇK dhe ma merr mendja që sytë tu, veshët tu, shqisat e tua ças kanë përjetuar në ato kohë. Vazhdon
Ku ishte Zoti në skenat që ti ke përjetuar? Unë do them gjë, kur kam vajtur në luftë në ÇK, nuk kam qenë besimtar në atë kohë. Besoja në Zot, mendoja se Zoti nuk ekzistonte. Që në dita e 5 që vajta dhe filloi një bombardim pra serbët kishin një praktik. Në 5 të mëngjesit nisi një bombardim me mortaja, i cili vazhdonte pastaj me katyushka deri në ora 12 të drekës. Nisi ky bombardimi. Normalisht që duke qenë se unë vija nga një eksperiencë ushtarake, pra kisha mbaruar akademinë ushtarake, nuk kisha problem të përllogaritja, se ti përllogarit ku bie predha e parë e mortajës, bie e dyta, bie e treta, pastaj ti do shkosh ku ka rënë pjesë, ku ka rënë e treta, se për çdo 3 predha ata bëjnë korrigjim. Dhe godasin te para dhe pastaj hapin terrenin. Aty lëvizësh, absolutisht bën këtë korrigjimin. Pjesa tjetër edhe nuk kishin një trajnim të tillë. Dhe vendonin bënin të. Në një moment caktuar pash një guvë, mu duk guvë dhe mendova të shkoja të futesh atë guvën. Atë moment njëri nga ushtarët e batalionit vajti dhe e zuri guvën. Më pa që unë nisa dhe më tha, komandant hajde ta lëshoj guvën. I thash jo rri se s'është problem. Thonë se unë e bëj. Dhe teorikisht predha e mortajës nuk duhet i bindes, sepse predha e mortajës funksionon në mënyrë parabole, pra lëshon dhe shkon parabol. Pra nuk ka thyrje, nuk ka goditje të drejtë për drejtë. Është gjithnjë parabol. Atje bën llogarit, nuk ke nevojë ta shohësh objektivin, bën llogaritën nga këtu dhe shkon këtu. Dhe predha e mortajës 80 që shkoi ra brenda në guvë, që teorikisht nuk duhet binte në guvë. Pra në atë moment ishte momenti i parë i fazë që ti kupton që prit se pas ka diçka që të ruajnë kështu. E refuzoja që ishte Zoti, se ishte mosbesimtar. Pra, jo ateist, por edhe mosbesimtar, kundërshtoja Qamet. Dhe e kupton që prit ka diçka. Pastaj ndodhen edhe disa raste tjera dhe pas atyre rasteve nuk mbaja më as antiplumin. Nuk mbaja më as pistoletën sepse i shifja si diçka që më rëndojnë. Se është e pavlerë, pra. Në rast se ke për të vdekur, ke për të vdekur. Ku ishte Zoti për atë ushtarin që ishte në guvë? Po edhe Zoti ishte për atë ushtarin, sepse edhe ai që luftoi, edhe ai ushtari. Në rastin e një pabesimtari thot nuk ka Zot. Në rastin e një besimtari s'punojmë thot Zoti ishte se Zoti e mori prandet dhe e çoi shahid, pra ai është në një stad më të lartë se sa unë edhe ti nesër përpara Zotit. E kuptoj. Koçaj, unë të falenderoj shumë. Ndoshta ishte e përcipt, e cekët, por unë do të kisha shumë qef që gjatë gjithë sezonit tim, her pas here nëse do gjej kohë të më bashkoheshe. Regjin gjoj dhe aty her pas here dhe çunat u kënaqën. Unë ju falenderoj që ishit sonte edhe në këtë seri të parë të mrekullueshme me një bë të madhe. Natën e shemi javën tjetër. Song for the broken hearted. No silent prayer for the filthy parted.